Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka insistuar se marrëdhëniet e vendit me Shtetet e Bashkuara janë shumë të mira, duke sqaruar se mospajtimi i shfaqur gjatë viteve ka qenë gjithmonë në lidhje me Serbinë dhe strukturat e saj dhe jo për çështje bilaterale. Në një deklaratë për mediat lokale, Kurti bëri të ditur se Kosova ka bashkëpunuar gjithmonë me SBA-n për çështje të ndjeshme, duke përfshirë pranimin e refugjatëve nga Afganistani dhe heqjen e taksës 10% për importet, si shenjë gatishmërisë për të përmbushur kërkesat amerikane. Ai përmendi se aktualisht janë pranuar 50 persona nga ky program dhe disa të tjerë tashmë ndodhen në Kosovë. Kurti theksoi gjithashtu se SBA-ja ka konsideruar disa herë qëndrimin e tij ndaj Serbisë si shumë të rrept, por kjo nuk e ka prishur marrëdhënien. Unë nuk mund të pres nga SBA-ja që të ketë qëndrimin për Serbinë sikurse e ka Kosova. SBA-ja e ka njohur Serbinë, e ka njohur edhe Kosovën, janë miq dhe aleatë tan, madje janë aleat i pazëvendësueshëm dhe partneri kyçi janë edhe miku ynë special, tha Kurti. Ai shtoi se marrëdhëniet e Kosovës SBA-së nuk kanë qenë kurrë më të mira se sa tani, veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, duke e cilësuar këtë si një pikë kulmore për vendin. Shtatorin e këtij viti SBA-ja njoftoi pezullimin për një kohë të pasaktuar të dialogu strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve mbi disa veprime të qeverisë në detyrë. Kurti e cilësoi këtë situatë si një konfirmim të bashkëpunimit të ngushtë me partnerë strategjik dhe nënvizoi se vendi do të vazhdojë të punojë ngushtë me SBA-n për çështje të sigurisë dhe interesave kombëtare.